Dy binjake të bashkuara në kokë humbën jetën tragjikisht vetëm pak orë pasi mjekët arritën t'i ndanin. Heloisa dhe Helena ishin vetëm 2 vjeç e 7 muaj. Për muaj me radhë, mjekët ishin përgatitur për një ndërhyrje jashtëzakonisht të vështirë, ndarjen e 2 motrave, të cilat kishin lindur të bashkuara në kokë. Dhe ajo që e bën këtë histori edhe më të dhimbshme është se operacioni që zgjati rreth 15 orë, në një moment arriti atë që mjekët kishin shpresuar. Heloisa dhe Helena u ndan plotësisht, por fatkeqësisht betejë nuk kishte përfunduar. Para këtij operacioni, vajzat kishin kaluar edhe nëpër 4 ndërhyrje të tjera, të nevojshme për t'i përgatitur për operacionin përfundimtar. Në sallën e operacionit në spitalin e Pretos të Brazilit, ishin të angazhuar më shumë se 50 profesionistë mjekësor dhe pjesëtar të stafit mbështetës. Mund të imagjinohet se sa e ndërlikuar ishte një ndërhyrje e tillë, sidomos kur bëhet fjalë për 2 fëmijë kaq të vegjël. Gjatë operacionit, gjendja e tyre u bë e paqëndrueshme dhe presioni i gjakut psoi ndryshime të rrezikshme. Megjithatë, ekipi arriti ta përfundonte ndarjen, por më pas ndodhi ajo që askush nuk dëshironte. Helena psoi arrest kardiorespirator në orën 23:12. Mjekët luftuan për jetën e saj për 25 minuta, por në orën 23:37 ajo u shpall e vdekur. Vetëm pak minuta më vonë, ndërsa mjekët ende po përpiqeshin të shpëtonin Helenën, edhe Heloisa pësoi arrest kardiak. Edhe për të nisi menjëherë reanimimi. Por pas 25 minutash përpjekje, në orën 23:51, edhe Heloisa u shpall e vdekur. Pra brenda vetëm 14 minutash, 2 motrat humbën jetën. Kirurgu plastik Jamie Farina Jr., një nga mjekët që koordinoi ekipin, tha se trupat e vajzave ishin veçanërisht të brisht dhe se ndërhyrja ishte jashtëzakonisht komplekse. Ajo që e bën këtë histori veçanërisht të rëndë është se pas gjithë atyre përgatitjeve, 4 operacioneve paraprake dhe 15 orëve në sallën e operacionit, mjekët arritën t'i ndanin, por nuk arritën t'i shpëtonin. Një përpjekje jashtëzakonshme mjekësore që fatkeqësisht përfundoi në një tragjedi të dyfishtë. 2 motra të vogla që kaluan gjithë jetën bashk u ndan vetëm në fund, por nuk arritën të jetonin dot jetën të ndara.